Radio Maria Kosovë. Një zëj krishter në shtëpinë tënde. Na dëgjoni në frekuencën 105.2 FM për rrafshin e Dugaxhinit, si dhe në frekuencën 107.4 FM për rrafshin e Kosovës. Po ashtu edhe në faqen tonë në internet www.radiomariakosove.org. Radio Maria Kosovë, një zëj krishter në shtëpinë tënde. Qoftë nderuar Jezu Krisht. Shumë të dashur vëllezër dhe motra, po fillojnë këtë ecje shpirtërore të treditshit kushtuar pajtores së familjes sonë, të ngreturit e Zojës Mari në qiell me trup dhe me shpirt. Imazhi më i bukur i kishës, imazhi më i bukur i çdo krishteri është pikërisht edhe Zoja e bekuar. Sepse kjo nan, kjo Zojë na fton të reflektojmë që mos ta humbim qiellin duke kërkuar gjithçka në këtë tokë. Mjafton një bashkëpunim, një dëgjim, një vendim dhe një veprim për ta plotësuar planin e Zotit në jetën tonë. E pikërisht sot, për pak minuta, do të meditojmë mbi Marinë, nëna e dëgjimit, nëna e vendimit dhe nëna e veprimit. Kjo është madhështia e kësaj nane që dëgjon planin e Zotit. Në fillim dëgjon fjalën, i beson kësaj fjale me zemër dhe fjala bëhet mish në trupin e saj. Çfarë madhështie është ka kjo nën? Duke dëgjuar me zemër, fjala e Zotit e ndryshoi jetën e saj. Duke dëgjuar me zemër fjalën e Zotit, e ndryshon jetën e secilit prej nesh. Prandaj, Maria nuk ishte thjesht ajo që dëgjon Zotin. Ishte ajo që lejoi që fjala e dëgjuar prej Zotit të bëj jetë në të, e që është Zoti ynë Jezu Krisht. Ajo ishte rruga që na çon tek porta, tek dera, e Krishti është dhe dera e jetës sonë, që na hap dyert e mbretërisë. Sot, dhe ne vllazër e motra, dëgjojmë ungjillin çdo të diele, e lusim ruzaren pothuajse çdo ditë. Por nëse fjala e Zotit nuk e ndryshon mënyrën tonë se si falim, se si të duam, se si të flasim, se si të sillim me tjetrin, atëherë ende nuk e kemi dëgjuar ndoshta dhe të vërtet, apo akoma ajo fjalë nuk ka mbinë në jetën tonë. Por që ne rizgjohemi vazhdimisht duke bërë pjesë e kësaj fjale që na nxit ta ndryshojë jetën tonë. Ne sot dëgjojmë shumë fjalë dhe shpesh mbetemi në ratin tonë. Maria i tha po Zotit, dhe Zoti kërkon këtë zemër që dëgjon dhe një jetë që përgjigjet. Mjafton një po e lirë e Marisë dhe bëhet jetë, bëhet ecje fesë. Prandaj, jo në kohë themi që duhet ta duam Zotin si atë dhe Marinë si nanë. Janë imazhi më i bukur i çdo krishteri, e këtë thoshte me shumë jehon Shën Cipriani. Kjo është nëna Zotit, që i dëgjon, beson, bindet dhe këtë gjë e kthen në shërbim, e kthen në vendim. Maria është nëna e vendimit përveç se dëgjimit. Nga dëgjimi lind vendimi për jetën. Prandaj sot, vllazër e motra, të mendosh nuk do të thotë me shty një vendim ose me vendos që të tjerët të vendosin për ne. Por sot të mendosh është të bashkëpunosh pikërisht me këtë dëgjim. E Zoti flet secilit për nesh sot. Në heshtje, në jetën e tij përditshme, në punë, ku do të shkojë. Se është një Zot i gjallë,
një Zot që komunikon nëpërmjet kësaj mame. E psimi për ne është, nëse ne nuk e zgjedhim Krishtin, bota do ta zgjedh ne. E Maria e zgjodhi Krishtin, që të bëhet mish, bëhet jetë, bëhet person në jetën e saj. Nëse ne nuk e zgjedhim çfarë është e drejtë, çfarë është e mirë për ne, do të vendos turma, do të vendos shumica për ne. Dhe jo fjala e Zotit, sepse na shpërqendron nga ky dëgjim. Ne jemi bitë të Zotit dhe jo të turmës. Nëse ne vendosim të jetojmë sipas Ungjillit, atëherë jo rrymat e kësaj bote të momentit do të na tregojnë se si me jetu. Maria shkoi kundrejt gjitha paragjykimeve, gjitha thashëthemeve të asaj kohe, duke u bërë një po e vërtet të jetës së saj në marrëdhënie me Zotin. Vendimi i Marisë nuk ishte i lehtë në historinë e shërbimit. Të pranosh planin e Zotit, vëllezër e motra, do të thotë edhe çfarë pasiguri, edhe keqkuptime, varfëri, vujtje, sakrificë, dëbim e në fund kryqi që qëndroi besnik Maria, Zotit tonë Jezu Krishtit. Ti jesh bashkëpunues me Krishtin, do të kalojë secili për nesh ndoshta këto rrugë. Por nuk duhet dorëzohemi. E Maria është nëna që na bind që ne nuk duhet dorëzohemi përballë çdo sfide të jetës. Nëse duhet të falësh sot dikë, vendos sot. Ky është e vendimi i Marisë. Nëse duhet kërkosh falje, vendos sot, jo nesër. Vendimi i Marisë ishte kohë. Nëse vendos të kthehesh në lutje, që ndoshta jemi një nga lutja, nga ky dialogu me Zotin, bëje sot. Ta bëjmë sot. Nëse dëshirojmë të largohemi nga mëkati, nga e keqja, ta bëjmë sot, jo nesër. Ky është mesazhi i Virgjës Mari, nënës së Zotit, bashkëpunëtores së shëmbuesit. Prandaj, nga dëgjimi, veprimi i thoshte Shën Ambrozi, Shpirti i Shenjtë nuk i lejon nga dalësi Marisë, por për shpejtësi, sepse nga vendimi lind edhe veprimi. Shkon ta shpall lajmin e mirë tek kushërira e saj Elizabeta. E besimi i vërtet i Marisë nuk mbetet vetëm në zemër, por bëhet veprim. Dëgjoj fjalën e engjëllit, e pranoj me besim atë fjalë dhe me njerë u nis me nxitje. Por në Shkrimin e Shenjtë, Maria nuk pyet, po pse më zgjodhe mua? Vështësitë e mia, se si do t'i përballoj, çfarë do thonë tjerët, njerëzit për mua të asaj kohe, të mentalitetit të asaj kohe. Por Maria nga dëgjimi solli pjesën, solli shpëtimtarin. Prandaj këtë historia e shërbimit, vllazër e motra, nëpërmjet shumë shenjtërve kështu me radhë, vjedh nga Zoti Jezu Krishti dhe nëna e tij, nëna jon, Virgja Mari. E mesazhi për ne në fund, vllazër e motra, është Maria në fund të misionit të saj, të themi kështu, e në misionit tonë të jetës sonë na thot atë që ju tha në dasmën e Kanës së Galilesë. Bëni çfarë t'ju thot. Në fund, Maria na çoi tek biri i saj, Zoti ynë Jezu Krishti. Kjo fjalë, bëni çfarë të thot ai, lind këtë gëzim të bashkëpunimit të ndjekjes së Zotit tonë Jezu Krishtit. Prandaj Maria na mëson se ta dëgjojmë këtë Krisht, Zotin tonë si Maria, të besojmë si Maria, të duam si Maria. Maria në mëson të dëgjojmë e na thot se dera e vërtet është Zoti ynë Jezu Krishti. Uroj në fund që ky imazh, kjo nan, të jetë burim shpresë për çdo nan që ende kërkon me ngulm planin e Zotit, me dëgju ndoshta një fjalë në shpirtin e saj ngushtues. E kjo nan na mëson që durimi në dëgjim lind edhe gëzimi. Amen. Kjo flet duar Jezu Krishti.